Thuaj drejtën, shihoj më shumë kaminatin e Partizanit apo ky me Egnatin. Po ndaje ma jep drejtën. Të dyja. Nuk ka një që shihon pak vëtem. Apo fitoria 4-0. Shko, ndoshta Partizani ishte i pari, kuptoni, nuk e di si ndjesi, ndërsa kjo është e përsëritur, plus them drejtën me Egnatin, sikur e kisha përshmërit më të larta që do dilni, sepse grupi ishte më i pjekur, kualiteti shumë i mirë, edhe sikur e prisam shumë, ndërsa me Partizanin gjatë rrugës, domethënë e kuptuam. A do doja ta kisha pat përballë finale ndoshta? Them drejtën, nuk do më intereson as si kundërshtar finale. Doja vetëm ta fitoja, siç bëm sot. Ky ishte më Kur ishim me Bernardin të ndeshje, bëri gacpim, tha nxori sot minutat fundit se ka hallë se ngatron fanellën dhe bën golin në porta tjetër. Shumë thoshën me çunat e ndeshja e parë që kam luajtur kundër Partizanit, po paktën e gjeta portën, nuk i ngatrova fare. Unë jam Bernardi dhe këtë episod dhe të gjithë prodhimet tona të tjera i gjeni në kanalin tonë YouTube Andale.net. Shkoni aty dhe bëni subscribe.